Tirana është kthyer në simbol të zgjerimit të vrrullshëm të sektorit të ndërtimit gjatë dekadës së fundit. Sot, kushdo që hyn në kryeqytet përballet menjëherë me vinça, kantier dhe reduktim të hapësirave publike, ndërsa ndërtesat e larta po dominojnë gjithnjë e më shumë peizazhin urban. Ndryshe nga para 15 vitesh, kur një zhvillim i tillë ishte i paimagjinueshëm, sot diskutimet janë zhvendosur nga transformimi urban tek burimi i financimeve që qëndrojnë pas këtij bumi ndërtimi. Ekspertët vënë në pikpyetje dobinë reale të kullave, duke theksuar mungesën e një kërkese të qartë nga bizneset apo një rritjeje të ndjeshme të mirëqenies që do ta justifikonte këtë zhvillim. Raportet vendore dhe ndërkombëtare e lidhin këtë sektor me pastrimin e parave, kryesisht nga aktivitetet kriminale si narkotrafiku. Hetimet kanë treguar se një pjesë e këtyre fondeve rikthehen në ekonomi përmes ndërtimit dhe aktiviteteve të lidhura me të. Ndërtimi është bërë një shtyllë kryesore e ekonomisë, duke arritur rreth 3 miliard euro në vitin 2024 dhe duke zënë një pjesë të konsiderueshme të prodhimit kombëtar. Kjo varësi reflektohet edhe në financat publike, ku një pjesë e madhe e të ardhurave të Bashkisë së Tiranës vjen nga lejet e ndërtimit dhe taksat përkatëse. Nga viti 2015 deri në 2025 janë dhënë miliona metra katror leje ndërtimi, ku një pjesë e madhe i përket ndërtesave të larta. Këto projekte kërkojnë investime të mëdha dhe synojnë kryesisht blerës me të ardhura të larta, ndërkohë që çmimet e banesave kanë njohur rritje të fortë. Megjithatë, tregu paraqet kontradita. Ndonse ndërtimi vazhdon pa ndërprerje, ekziston një numër i lartë banesash të pabanuara dhe ritmi i rritjes së popullsisë është në rënje. Kjo ngre dyshime mbi natyrën reale të kërkesës dhe qëllimin e investimeve në këtë sektor. Në thelb, zhvillimi i shpejtë i ndërtimit në Tiranë shoqërohet me paqartësi mbi burimin e kapitalit dhe qëndrueshmërinë afatgjatë të këtij modeli ekonomik.